Me rastin e ditës botërore të ujit, në Korçë u zhvillua një aktivitet sensibilizues tek zona këmbësore e qytetit. Qëllimi i këtij aktiviteti të zhvilluar nga Shoqëria Rajonale e Ujësillës Kanalizime ishte ndërgjegjësimi i komunitetit mbi rëndësinë jetike të ujit dhe nevojën për ta përdorur atë në mënyrë të përgjegjshme. Në këtë ditë kujtojmë se gratë dhe vajzat shpesh mbajnë barën më të madhe të sigurimit të ujit për familje, ndërkohë që zëri i tyre mungon në vendimmarrje, dhe sigurisht kjo na kujton se përfshirja e grave dhe vajzave sjell menaxhim më të drejtë dhe përfitime më të sigurt për të gjithë. Shoqëria Rajonale e Ujësillës Kanalizime Korçë, si çdo vit, është angazhuar me stendën e përvitshme për t'u ofruar qytetarëve nëpërmjet fletpalosjes dhe për t'u dhënë informacion mbi investimet e ndryshme që Shoqëria Rajonale e Ujësillës Kanalizime Korçë ka kryer, por sigurisht për të siguruar ata që ne do jemi gjithmonë për ta, për çdo investim apo për çdo problem që ata do të kenë, sigurisht ata duhet të angazhohen për të paguar faturën e ujit, për ta siguruar dhe për ta kursyer ujin. Nga ana tjetër, qytetarët u shprehen se mundohen të mos e shpërdorojnë ujin dhe se janë të kënaqur me cilësinë me të cilën ofrohet. Konsumoni ujin e çezmës, si është uji në Korçë? Mirë, shumë mirë është. Po shërbimet e ujësillësit jeni të kënaqur? Po, s'kemi pasur ndonjë problem. Si është cilësia e ujit në Korçë? Shumë e mirë. Të kënaqura jemi. Organizatorët theksuan se ndryshimet klimatike dhe ndotja po ndikojnë gjithnjë më shumë në burimet ujore, duke e bërë të domosdoshme rritjen e ndërgjegjësimit publik.